Ndotja e ajrit në Shkup vazhdon të jetë njën nga shqetësimet kryesore të qytetarëve. Ditët e fundit e niveli i lartë i ndotjes ka ndikuar negativisht ndaj shëndetit të banorëve. Në njën nga rrugët e Shkupit takuam një qytetar me maskë në fytyrë, që mezi merrte frym teksa ishte ulur të pushonte pak. Ta se sot ishte i detyruar të dalë për disa punë të domosdoshme, megjithëse çdo frymëmarrje e thellë i shkakton djegje në fyt. Ndotja veçanërisht në Shkup është e jashtëzakonshme, jo vetëm unë. Unë jam tashmë një burr i moshuar dhe vuaj nga hob, e cila shkaktohet nga ajri i keq ambiental në këtë qytet. Presim që të fryjë era ose të bjerë shi, ose që bora ta pastroj dhe kaq. Ndihem sikur kam shtypje në fyt, sikur po më mbyt fyti këto 2 ose 3 ditë në veçanti. Çdo vit ndotet gjithnjë më shumë, nuk janë drut për ngrohje që ndotin. Nuk do të pajtohesha që drut ndotin qytetin, por më shumë nga papastërtia, nga shumë makina, nga ato gazra që nxirren çdo ditë. Ka shumë makina në qytet. Mendoj se kjo është ajo që shkakton ndotjen. Disa qytetarë të tjerë vlerësojnë se situata nuk do të përmirësohet vetvetiu. Sipas tyre, nevojitet e qasje e qëndrueshme dhe zbatim masesh të bazuara në të dhëna shkencore, jo vetëm aktivitete të shpërndara online. Ky projekt duhet të ngrihet sistematikisht bazuar në metoda shkencore deterministe, që do ta trajtojë këtë problem. Të gjitha aktivitetet e tjera janë aktivitete online. Është e frikshme, por unë jetoj lart në male dhe nuk e ndjej shumë. Ndërkohë shpresa për pastrim të ajrit mbetet të ndryshimi i motit. Rreshjet dhe erërat që priten ditëve në vijim mund të sjellin një pastrim të përkohshëm të ajrit, por jo një zgjidhje afatgjate. Presim të shohim mbi 25 litra për metër katror rreshje brenda 24 orëve. Gjithashtu të njëjtën do të kemi rreshje më të bollshme, por ato do të jenë më të përhapura në pjesët lindore të vendit. Nga e njëjtja do të kemi një masë ajri më të ftohtë, që zbret nga veriu ku temperatura ditore do të ulen me 4 deri në 5 gradë. Dhe në male rreshjet do të jenë nga bora. Në malet më të larta, ky lloj i moti do të zgjas deri të shtunën dhe të shtunën do të ketë rreshje lokale mjaft të lehta. Megjithatë do të jetë ende moti ndryshueshëm dhe presim stabilizim. Sipas matjeve të fundit nga stacionet monitoruese, sot ndotja e ajrit në Shkup ka rezultuar mesatarisht e lartë, posaçërisht në qendër të Shkupit, Lisiqe dhe Karposh. Ndotja më e lartë është regjistruar në Kërçov dhe Xhevgjeli.